Horoskopi ditor e premte, 30 maj 2025. Horoskopi ditor i Dashit, 30 maj 2025. Dashi, planetët e sotëm ju nxisin të përqendroheni në balancimin e qëllimeve personale me detyrime shoqërore. Trini i hënës me Marsin fuqizon energjinë tuaj, duke e bërë atë një ditë të përsosur për të filluar projekte të reja ose për të marrë me detyra të vonuara. Kini kujdes nga impulsiviteti, pasi dielli është në katror me Neptunin, duke e turbulluar qartësinë dhe duke çuar potencialisht në keqkuptime. Në marrëdhënie, kërkoni kompromis dhe komunikim të hapur për të shmangur përshkallëzimin e mosmarrëveshjeve të vogla. Financiarisht, është e mençur të rishikoni shpenzimet tuaja dhe të planifikoni për angazhimet e ardhshme. Sa i përket shëndetit, kanalizoni vitalitetin tuaj në rrugë konstruktive si ushtrimet ose arti, të cilat do të qetësojnë humorin e trazuar. Momentet e eureka janë të mundshme kur më pak e prisni, veçanërisht në përpjekjet krijuese. Në mbrëmje, përshtatni planet tuaja në mënyrë metodike, duke siguruar një qasje hap pas hapi ndaj qëllimeve. Durimi do të jetë qelësi për të lundruar në çdo pengesë të paparashikuar. Besojini instinkteve tuaja, por merrni në konsiderat këshillat nga aleat të besuar për një perspektivë të ekuilibruar sot. Horoskopi ditor i Demit, 30 maj 2025. Demi, do të ndjeni një rritje të produktivitetit ndërsa Venusi bën sekstil me Uranin, duke inkurajuar ide inovative dhe qasje të reja, veçanërisht në ndjekjet tuaja profesionale. Përpikmëria juaj e zakonshme plotëson këtë energji shpikse, duke çuar potencialisht në përparime në projekte ose bashkëpunime. Në jetën personale, kushtoni kohë kultivimit të marrëdhënieve, ku ndershmëria dhe empatia do të forcojnë lidhjet. Kini kujdes nga keqkuptimet e mundshme, pasi pozicioni i Mërkurit krijon pengesa në komunikim. Financiarisht, prisni investime të mëdha derisa shenjat e qarta ose informacione të mëtejshme të vërtetojnë vendimet tuaja. Shëndeti juaj fizik përfiton nga një ndryshim rutinor. Merrni në konsiderat të provoni një regjim të ri fitnesi ose praktik meditimi për të rivendosur ekuilibrin e brendshëm. Deri në mbrëmje, ndikimet hënore sugjerojnë relaksim dhe vetanalizë, duke ju ftuar të relaksoheni në rehatin e hapësirës suaj. Besojini intuitës suaj sot dhe mos hezitoni të zbatoni ndryshime të vogla për rritje afatgjat. Përqafoni spontanitetin, por qëndroni të bazuar në vlerat tuaja. Horoskopi ditor i Binjakëve, 30 maj 2025. Binjak, komunikimi është pika juaj e fortë sot. Pasi Merkuri, planeti juaj sundues, formon një kënd harmonik me Jupiterin, duke zgjeruar ndikimin tuaj. Është një kohë e favorshme për rrjedhim, të folurit në publik ose ndarjen e ideve tuaja me një audiencë më të gjerë. Me mbështetje të fortë kozmike, negociata dhe marrëveshjet e arritura tani mund të favorizojnë përfitime afatgjata. Jini të kujdesshëm ndaj vendimeve emocionale, veçanërisht në çështje personale, pasi prania e Neptunit mund të errësojë realitetin, duke çuar në mendime të dëshiruara. Dinamika e dashurisë dhe miqësisë është në qendër të vëmendjes, duke nxitur durim dhe mirëkuptim. Financiarisht, është një ditë për planifikim dhe strategji në vend të shpenzimeve impulsive. Sa i përket shëndetit, përqendrohuni në mirëqenie mendore dhe aktivitetet për uljen e stresit, të cilat mund të ndihmojnë në ruajtjen e ekuilibrit. Introspeksioni i mbrëmjes mund të zbulojë ndjenja më të thella rreth situatave aktuale, duke ju udhëhequr drejt rregullimeve të mirë kalibruara. Përdoreni këtë ditë për të artikuluar qartë aspiratat tuaja. Qartësia dhe vizioni janë aleatët tuaj. Përputhni veprimet tuaja me objektivat, duke krijuar horizonte të reja. Horoskopi ditor i Gafores, 30 maj 2025. Gafore, shtrirja planetare e sotme ju fton të zhyteni në vetëzhvillim. Me hënën në një pozicion të favorshëm, qartësia emocionale hap rrugën për vetëvlerësim të ndershëm. Konsideroni hartimin e planeve për të arritur ëndrat e çmuara prej kohësh, ndërsa energjitë kozmike rreshtohen për të mbështetur ambicjet tuaja. Marrëdhëniet luajnë një rol qendror sot. Dialogu me zemër të hapur rrit lidhjet dhe mirëkuptimin e ndërsjell. Kini kujdes nga mbingarkesa emocionale ose financiare, pasi ndikimi i Marsit mund të nxjisë vendime të nxituara. Sa i përket karrierës, është një ditë e mirë për përparime në prezantime dhe propozime, ku intuita udhëzon lëvizje strategjike. Parashikimet financiare sugjerojnë vlerësim të kujdesshëm të burimeve dhe shpenzime të kujdesshme. Për të balancuar produktivitetin me kohën e lirë, kënaquni me argëtime krijuese ose aktivitete fizike që qetësojnë shpirtin. Reflektimet e mbrëmjes mund të sjellin zbulime rreth hapave të ardhshëm, të nxitura nga meditimi i qetë.
Kërkoni një sinergji qetësuese midis aspiratës dhe realiteteve aktuale për të nxitur rritjen. Mos harroni, hapat e vegjël të sotëm mund të shfaqin rezultate të konsiderueshme, duke udhëhequr udhëtimin tuaj. Horoskopi ditor i Luanit, 30 maj 2025. Luani sot ju sjell energji të gjallë, ndërsa dielli, planeti juaj sundues, rrit aftësitë tuaja krijuese. Mundësitë për të shkëlqyer në mjediset profesionale dhe shoqërore rriten, ku karizma juaj ka një ndikim të rëndësishëm. Përputhja e vizioneve me veprimet sjell përparim të shpërblyer. Megjithatë, keni kujdes nga vetbesimi i tepërt i mundshëm që mund të turbullojë gjykimin, veçanërisht në skenarët financiar. Me aspekte mbështetëse ndaj Venusit, jeta dashurore lulëzon përmes sinqeritetit dhe aktiviteteve të përbashkëta, duke premtuar përmbushje. Përpiquni për ekuilibër midis aspiratave profesionale dhe relaksimit personal. Është thelbësore të ruani mirëqenien. Ushtrohuni ose angazhohuni në hobi të çlodhura për të kanalizuar vitalitetin në mënyrë konstruktive. Kushtojini vëmendje lidhjeve familjare, duke riafirmuar lidhjet përmes bisedave kuptimplote. Introspeksioni i mbrëmjes mund të zbulojë dëshira të fshehura që presin njohjen tuaj. Përdoreni këtë kohë introspektive për të rivendosur qëllimet me pasione të vërteta, duke nxitur autenticitetin në ndjekje. Duke përqafuar ndryshime dinamike të sotme me qetësi dhe kreativitet, ju përparoni drejt potencialit tuaj më të lartë, duke lulëzuar në rritje. Luani. Horoskopi ditor i Virgjëreshës, 30 maj 2025. Virgjëresha, ndikimet e ditës ju frymëzojnë drejt reflektimit dhe rikalibrimit personal. Me Mërkurin që përforcon aftësitë analitike, është një moment ideal për planifikim të detajuar dhe rishqyrtim të projekteve në vazhdim. Rreshtimi i hënës inkurajon kultivimin e mjedisit tuaj shtëpiak, duke rritur rehatin dhe stabilitetin. Jini të kujdesshëm për shëndetin tuaj. Arritja një ekuilibri midis punës dhe relaksimit është parsorë. Ndër veprimet shoqërore ofrojnë njohuri të vlefshme. Dëgjoni me vëmendje perspektiva të ndryshme që pasurojnë mirëkuptimin. Financat janë të qëndrueshme, megjithse është e këshillueshme të rezistoni ndryshimeve të papritura ose angazhimeve pa vlerësim të plot. Përdoreni këtë kohë për të riorganizuar hapësirat personale ose për të optimizuar rutinat e përditshme për produktivitet dhe qartësi të shtuar. Yjet e mbrëmjes sugjerojnë momente meditimi të qetë ose shënimi në ditar për të përpunuar mendimet, duke nxitur qetësim mendore. Qëndroni të hapur ndaj mençurisë së papritur, pasi këshillat e paparashikuara mund të jenë të dobishme. Duke i parafruar qëllimet e brendshme me veprimet e jashtme, jeni gati për përparim gradual por kuptimplot. Virgjëresha. Besoni në natyrën tuaj metodike për t'ju udhëhequr në mënyrë efektive. Horoskopi ditor i Peshores, 30 maj 2025. Peshorja, peizazhi astrologjik i sotëm thekson ekuilibrin në marrëdhënie. Hëna sugjeron harmoni në partneritete, duke nxitur rritjen dhe mirëkuptimin e ndërsjellë. Është një kohë e përshtatshme për të adresuar tensionet e pasgjidhura ose për të ofruar oferta paqeje. Profesionalisht, Venusi e sjell kreativitetin në plan të parë. Eksplorimi i zgjidhjeve inovative në punë mund të japë rezultate premtuese. Financiarisht, merrni në konsiderat buxhetimin për të ruajtur stabilitetin, duke lejuar ende kënaqësi të herpashershme. Me aspekte kozmike mbështetëse, karizma juaj sociale rritet, duke ftuar miqësi të reja ose duke forcuar lidhjet ekzistuese. Shëndeti dhe mirëqenia përqendrohen në përtëritje mendore. Bëni pushime për të rimbushur përmes aktiviteteve që ju pëlqejnë. Qielli i mbrëmjes inkurajon vetëshprehjen dhe reflektimin. Përpjekjet artistike ose bisedat filozofike mund të ofrojnë njohuri më të thella. Përqafoni energjinë e butë por bindëse të kësaj dite për të bërë hapa domethënës në aspiratat personale dhe kolektive. Mos harroni, ekuilibri është thelbësor. Duke ushqyer të gjitha pjesët e jetës suaj me kujdes, ju krijoni harmoni dhe rrisni perspektivat për sukses të ardhshëm. Horoskopi ditor i Akrepit, 30 maj 2025. Akrep, ngjarjet qiellore të sotme ndriçojnë shtigjet për transformim dhe ripërtëritje. Me Marsin që rrit motivimin tuaj, masat proaktive në ndjekjet profesionale japin progres të mundshëm. Megjithatë, sigurohuni që të planifikoni metodikisht në udhëheqjen e Plutonit për të shmangur hapat e gabuar. Dinamika e marrëdhënieve kërkon vëmendje. Përqafoni cenueshmërinë dhe dialogun me zemër të hapur për të forcuar lidhjet dhe për të zgjidhur çështjet e mbetura. Parashikimi financiar sugjeron optimizëm të kujdesshëm.
Vlerësoni rrezikun kundrejt shpërblimit para investimeve. Shenjtëria e brendshme përfiton nga reflektimi i vetmuar. Pasi njohuritë intuitive të ditës nxisin realizime të rëndësishme. Kanalizoni këtë energji në përpjekje që përputhen me vlerat thelbësore, duke nxitur zhvillimin autentik. Shëndeti përmirësohet me disiplinat mendje-trup si yoga ose tai chi, duke ndihmuar në harmonizimin e trazirave të brendshme. Fokusi i mbrëmjes në aktivitetet meditative mund të rrisë qartësinë dhe paqen, duke ju përgatitur për sfidat e ardhshme. Besoni në proceset transformuese në lojë dhe përqafoni ndryshimet me qëndrueshmëri. Si kujdestar i transformimit tuaj, vendosni si me intelekt ashtu edhe me intuit. Horoskopi ditor i shigjetarit, 30 maj 2025. Shigjetari ju fton drejt eksplorimit dhe rritjes intelektuale, duke u përputhur në mënyrë të përkryer me kuriozitetin tuaj natyror. Jupiteri fuqizon dëshirën tuaj për zgjerim, duke e bërë atë një ditë të shkëlqyer për ndjekje arsimore ose planifikim udhëtimesh. Profesionalisht, kozmosi mbështet qasje inovative dhe vizion të gjerë. Kini kujdes nga angazhimet e tepërta. Ruajtja e fokusit siguron përparim në projekte pa u përhapur shumë. Në aspektin shoqëror, ndërveprimet lulëzojnë me humor dhe autenticitet, duke forcuar lidhjet komunale. Fushat e marrëdhënieve përfitojnë nga akte spontane mirësie dhe aktivitete aventureske që ringjallin eksitimin. Financiarisht, marrja e rrezikut të moderuar mund të çojë në shpërblime, me kusht që kujdesi i duhur t'i paraprijë vendimarrjes. Rregullimet e regjimit shëndetësor, siç janë rutinat e reja të fitnessit, mund të optimizojnë vitalitetin dhe mirëqenien. Orët e mbrëmjes ofrojnë meditim ose njohuri motivuese, duke inkurajuar rregullime strategjike në drejtimin e jetës. Balanconi entuziazmin me praktikën për rezultate optimale, shigjetar. Duke përdorur mençurinë së bashku me shpirtin tuaj aventuresk, universi mbështet rrugën tuaj drejt suksesit dhe përmbushjes. Horoskopi ditor i Briciapit, 30 maj 2025. Briciapi, ndikimet astrologjike të sotme theksojnë rëndësinë e strukturës dhe disiplinës. Pozicionimi i Saturnit frymëzon përkushtim ndaj qëllimeve tuaja, duke ju nxitur të forconi përpjekjet në sipërmarrjet profesionale. Planifikimi strategjik dhe këmbëngulja sjellin shpërblime afatgjata pavarësisht sfidave afat shkurtra. Sa i përket marrëdhënieve, jepni përparësi cilësisë mbi sasinë. Investoni kohë në biseda kuptimplote për të thelluar lidhjet. Vendimet financiare kërkojnë shqyrtim të kujdesshëm. Vlerësoni investimet me një sy të mprehtë. Shëndeti nuk duhet të neglizhohet. Përfshini aktivitet të rregullt fizik për të ruajtur ekuilibrin dhe qëndrueshmërinë. Mbrëmja sugjeron aktivitete themelore si leximi ose meditimi i qetë, duke ofruar paqe në mes të një dite të ngjeshur. Lini hapësirë për vetë-reflektim, duke fituar qartësi mbi dëshirat thelbësore të cilat udhëheqin udhëtimin tuaj përpara. Transformimi lehtësohet përmes ndryshimit metodik dhe veprimit të vazhdueshëm. Mbështetja në strategji të palëkundura do të sigurojë progres. Duke përzier pragmatizmin me përshtatshmërinë delikate, ju jeni të pozicionuar për të kapur mundësitë dhe për të lundruar në këtë periudhë me besim dhe lartpamësi, duke quar në rritje të qëndrueshme. Horoskopi ditor i Ujorit, 30 maj 2025. Ujori, energjitë e ditës së re ju ftojnë të nxisni inovacionin dhe kreativitetin. Me Uranin që nxit ide të reja, është një moment i fuqishëm për të angazhuar në ide brainstorming dhe projekte shpikse. Përqafoni mundësitë e bashkëpunimit. Kontributi nga perspektiva të ndryshme rrit rezultatet. Jini vigjilent ndaj qartësisë së komunikimit, pasi aspektet e Mërkurit mund të ngatërojnë përkohësisht mesazhet. Dinamika e marrëdhënieve përfiton nga shkëmbimet e ndershme, duke nxitur rritjen dhe mirëkuptimin. Financiarisht eksploroni rrugë të reja me kujdes. Kërkimi i plot është i domosdoshëm para angazhimeve. Shëndeti mund të përfitojë nga praktikat alternative të mirëqenies. Teknika të tilla si akupunktura ose terapitë holistike mund të rivendosin ekuilibrin. Reflektimet e mbrëmjes mbi aspiratat personale ofrojnë njohuri për ndryshime dhe përmirësime të arritshme. Besojini intuitës suaj. Është një forcë udhëzuese mes pasigurisë. Përshtatshmëria dhe lartpamësia shërbejnë si mjetet tuaja të navigimit, duke ju shtyrë drejt përmbushjes. Balanconi ndjekjet imagjinative me zbatimin praktik, duke siguruar që idealet tuaja vizionare të materializohen në mënyrë efektive, duke hapur rrugën për inovacion dhe sukses. Horoskopi ditor i Peshqve, 30 maj 2025.
Peshqit, dita e re thekson eksplorimin krijues dhe emocional. Neptuni rrit imagjinatën tuaj, duke ju nxitur të shprehni talentet artistike ndoshta përmes muzikës ose arteve vizuale. Profesionalisht, përqafoni ndryshimet që përputhen me ambicjet e brendshme, duke nxitur kënaqësinë personale. Ndërveprimet në marrëdhënie mund të thellohen përmes dëgjimit empatik dhe dëmshurisë së vërtetë, duke forcuar lidhjet ndjeshëm. Jini të kujdesshëm me burimet financiare. Mbajini shpenzimet praktike dhe shmangni rreziqet e panevojshme. Duke u përqendruar në mirëqenie, ushqeni trupin tuaj me praktika restauruese që mbështesin shëndetin mendor dhe fizik në harmoni. Mbrëmja sjell mundësi për ritualet e kujdesit për veten. Aktivitete si shërimi me zë të lartë ose yoga e butë nxisin relaksimin dhe depërtimin. Besojini thellësisht instinkteve tuaja sot. Mençuria e brendshme ofron udhëzime mes kompleksiteteve të jashtme. Përdorni këtë qartësi intuitive për të lundruar në vendime në mënyrë efektive. Bashkimi i kreativitetit dhe introspeksionit ju fuqizon të thurni ëndrat në realitet, duke përqafuar bukurinë të dy sferave të dukshme dhe të padukshme, duke siguruar rritje dhe përmbushje në rrugën tuaj përpara, peshqit. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.